Të investosh në kapitalin njerëzor nuk është kosto, por privilegj. Kështu shpreh ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, në konferencën kushtuar pikërisht kapitalit njerëzor në zhvillimin ekonomik të vendit. Gonzato thekson se mungesa e investimit dhe zhvillimit në këtë sektor do ta vështirësojë rrugën e Shqipërisë drejt BE. Të investosh në kapitalin njerëzor është privilegj, jo kosto. Investimi në këtë sektor e bën më të lehtë rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Në të njëjtën linjë ishte edhe koordinatorja e OKB në Shqipëri, Ingrid McDonald. Progresi nuk ka të bëjë gjithmonë me fuqinë dhe parat, por me njerëzit. Është koha të bëjmë përpara. Bota po ndryshon dhe ne duhet të mësojmë të jemi më fleksibël përreth saj. E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe zëvendësministra e ekonomisë Olta Manjani, e cila vuri në dukje se lëvizja demografike dhe plagja e popullsisë janë dy faktorët më problematik me të cilën po hasen bizneset në vend. Lëvizja demografike dhe plagja e popullsisë ka sjellë paksim të fuqisë punëtore, por ne po punojmë për t'u siguruar atyre tregun e punës. Sipas saj, zhvillimi i shpejtë i teknologjisë po mbyll hapësirat për shumë vende pune, por kapitali njerëzor nuk mund të mbetet më njan, duke qëndruar një prioritet i qeverisë në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.